Paça me ju o vëllezër dhe motra, sot është perkujtimi i engjëjve mbrojtës, engjëjve rojtar. Edhe dëshiroj të lexoj leximin e parë të meshës së sotme. Le ta dëgjojmë. Lexim prej librit të Daljes. Ja po e dërgoj engjëllin që të pri e të ruaj gjatë udhëtimit e të shtjerë në vend që kam përgatitur. Ki nderim për të dhe dëgjoje. Mos i kundërshto, sepse nuk do të falë në qoftë se me katoni, sepse në të është emri im. Nëse do ta dëgjosh zërin e tij, e nëse do të bësh gjithë shka them, unë do të jem armiku i armiqve të tu, dhe kundërshtari i kundërshtarëve të tu. Engjëlli im do të pri e do të shtjerë në dheun e Amorreut, të Heteut, të Ferezeut, të Kananeut, të Heveut e Jebuseut. Unë këta do t'i asgjësoj. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyn. Mirë vëllezër dhe motra, ne të gjithë kemi një engjëll mbrojtës, një engjëll rojtar, që ka këtë detyrë, qysh prej ngjizjes son, qysh prej barku të nanës, ne kemi një engjëll që ka një detyrë, me na ndihmu që ne të arrim në tokën e premtuar, që është qielli, që është përqafimi i persosur dhe jamshuar me Atin edhe me krejt qielli, me të gjithë ata që janë në bashkim me Zotin. Kjo fest, ky përkujtim edhe festin e kryengjëjve na kujton që ne jena brenda një bashkim stërmadh me hyn që është Ati, Biri dhe Shpirti Shenjtë, me Virgjën Mari, me kryengjëjve, me engjëjve, me shenjtërit. Më thënë, kemi një bashkim që ne ditë për ditë normalisht nuk jetojmë në këtë jeni. Ne nuk kemi kur të vetmuar. Kur gjithmonë afër nesh është kjo prania e shenjtë e engjëllit rojtar, por edhe praninë e shumë engjëjve të tjerë, shenjtërve, praninë e Zotit vetë. Edhe engjëlli na ndihmon, ka një detyrë, me na mbrojt, që ne të arrijmë në tokën e premtuar. Çfarë do të thënë kjo punë? Që është e vërtet që ka një mbrojtës edhe fizike, por mbrojtja e tij nuk është vetëm për këtë punë. Disa herë Zoti do ta lejoj edhe engjëlli do të na ndihmojë që ne të hymë në vujtjet e jetës, në sëmundjet, në dëshirësitë, në kryqet, sepse çfarë Zoti intereson nuk është thjesht që ne ta kalojmë mirë në këtë botë. Çfarë intereson është që ne të arrijmë në lumturinë e persosur, në tokën e premtuar që është qielli. Atëherë disa herë janë sëmundjet, janë dëshirësitë, janë kryqet e jetës që na ndihmojnë, që ne të jena të përvojtur, që të jena si fëmijët, që ne shohim me të vërtet që ne nuk dim si me ecë, që kena nevojë që të jetë vetë Zoti që të na udhëzojë, që të na udhëheqë, e që të na udhëheqë edhe nëpërmjet mbrojtjen e engjëllit rojtar. Të Zoti dëshiron që ne të jena si fëmijët në duart e Tij, e që çdo përkujdesje, çdo vështirësi, çdo gjë ta jetojmë me të, duke u mbështetur në përkujdesjen atërore e Tij. Edhe engjëlli rojtar është shfaqja e dashurisë e përkujdesjes së Tij atërore, e pranisë e Tij edhe, sepse emri i Zotit është në të. Atëherë kurajë,
Përballë armiqve tanë, sepse për të hyrë në tokën e premtuar do të gjejmë këto armiq që kena dëgjuar, Heveun, Kananeu, Heteun, do të gjejmë veshësit me 7 mëkatet kryesore. Edhe engjëlli rojtar është afër nesh për të na ndihmuar me luftu. Kur na vinë mendimet pozitive, mendimet që na ftojnë për buterin, që të marrim kryqin tonë, që të bekojmë, që të falim, që të lutim Zotin, atëherë ta dim qartas që është engjëlli rojtar që bashkëpunon me Shpirtin Shenjtë brenda nesh, që ne të lejojmë që Zoti të na udhëzojë, të na udhëheqë. Të rikurajo, le ta lutim, le ta kërkojmë ndërmjetësimin e këtij engjëlli, të jena mirënjohës, sepse kemi këtë mbrojtje. Kurajo, nuk kena kur vetëm. Kjo prania e shenjtë të na ftoj, të na që bëj që të rriten në ne gëzimi, që të rriten në ne falënderimi edhe besimi. Kurajo, që lëvdu Krishti.